Përshëndetje të gjithëve, erdhi momenti për t'ju detajuar pse duhet pushimet tuaja t'ia besoni një agjenci udhëtimi dhe jo t'i bëni vetë. Kam parë shumë njerëz dhe unë dikur nuk ja besoj agjencive të udhëtimit se toja nuk kanë eksperiencë, më nxjerrin më shtrenjtë dhe do zgënjehem, mund më fikin telefonin, nuk do më gjenden kur unë do të kem nevojë. Por fillova që gjitha këto mite t'i rrëzoja pak nga pak kur fillova t'i besoja disa agjencive, por në finale, kur unë u bëra agjenci vetë, kuptova që e para, çdo udhëtar do të kursej shumë kohë nëse udhëtimin ja beson një agjencie, nga ato agjenci që kanë vërtet eksperiencë dhe kanë njerëz në stafet e tyre që janë investuar në udhëtime gjatë gjithë kohës, sepse eksperienca e udhëtimeve është ajo që ty të bën profesionist. Nuk të bën thjesht arsimimi, por të duhet eksperienca, ti je një udhëtar i të gjitha kategorive, nga ato low cost deri tek ato që janë luxury, për t'i kuptuar dhe t'i kategorizuar siç duhen udhëtimet e secilit klient. Do të fitosh kohën pra. Nuk do të duhet bash shënime gjatë gjithë kohës për atë destinacion, aq sa të mërzitesh duke googulluar çdo ditë, por do të kesh njerëz të specializuar që do të merren me këtë gjë. E dyta, nëse ti bën rezervimet nga Booking apo nga platformat online, do të kuptosh që në agjenci në shumë raste të paktën të pjesë e akomodimeve çmimet do të dalin më të lira për shkak të bashkëpunimeve që ne kemi me hotelet apo me platforma të ndryshme. Dhe kjo është në favor të klientit sepse ku mund të kursej, pse jo të kursej. Së treti, do të kesh bashkëpunime apo do të kesh ndihmë nga gujdat vendase të certifikuara me eksperiencë, po për më tepër të provuara. Është tjetër gjë që të marrësh gujda që ne i kemi provuar më parë, është tjetër gjë të gjesh në Google një gujë që ti nuk e di. Eksperiencën e ti nuk e di se kush janë ata njerëz. Duke i parë të gjitha këto probleme e duke patur eksperiencën e udhëtimeve, unë në Retreat kam ndërtuar një sistem ku për çdo shtet ka folderin e vet. Dhe mbasi unë e kam parë atë shtet, e kam referuar dhe e kam punuar si paket dhe për klientë të tjerë, mbas çdo udhëtari, pasi kthehet nga udhëtimi, i vjen një pyetësor shumë fin dhe kur ai ka kohën për t'ju përgjigjur, unë e pyes çfarë të pëlqeu, çfarë duhet të ndryshojmë, çfarë zbulove diçka, sepse udhëtarët e mirë gjithmonë eksplorojnë. Sado që ti t'ia bësh në detaje atë itinerarin, ai do të gjejë disa gjëra që edhe ty të impresionojnë, ku e gjeti, ku e zbuloi këtë. Ka klientë që duan me të gjitha të përfshira, ka klientë të tjerë që duan half-board, po ka klientë të tjerë që unë i sugjeroj merrni hotelin pa mëngjes. Mëngjeset tani janë bërë të shtrenjta nëpër hotele. Unë personalisht ndonjëherë ndjej si laku në fyt kur vjen mëngjesi dhe duhet të çohesh apo duhet të kthesh në hotel për të ngrënë mëngjesin se ikën ora. Jam partizane e brancheve, i dua shumë. Në ato shtete ku të ofrohet branchi, është shumë mirë që ti mos ta marrësh hotelin me mëngjes, por të shkosh dhe të bësh një mëngjes të vonë. Me këtë ti ke mundësinë që të kursesh kohën dhe mos të ulesh mëngjes drek dark në restorant, po ti bën një mëngjes të vonshëm dhe ti eliminon drekën dhe pastaj mund të bësh një drek të hershme, një dark të hershme, dhe kjo do të ndihmojë që darkën ti ta kesh të lirë për të parë atrakcione të tjera, apo pse jo, mund të shijosh dhe një godver në një rooftop apo në një vend që mund të jetë shumë i veçantë, e në këtë mënyrë kurse edhe buxhet, por për më tepër për atë që po vuajmë më shumë tani, është sa më pak kalori. Të gjitha këto janë detaje që nuk të shkon ndërmend, ose ti lodhesh derisa të arrish në këtë lloj pike. Tani kemi arritur në pikën që lodhet marrim dhe bagazhe të mëdha, duam sa më pak veshje me vete, duam të jemi sa më fleksibël, shumë herë na duhet në destinacione të largëta, kryesisht Maldive, Tajlanda, ka probleme edhe me vonesat e valixheve, çfarë të duhet edhe një valixhe e vogël, që unë ua këshilloj shumë herë klientëve të mi, merrni gjërat emergjente sepse valixhet mund t'ju vonohen nga 24 deri në 48 orë. Të gjitha këto detaje nuk kanë pse të bëhen makt në mendjen tuaj çfarë mora, çfarë nuk mora, por drejtoni tek ekspertët profesionistë të udhëtimeve dhe të agjencisë serioze për të bërë më të mirën për ju, për shkak të eksperiencës që ata kanë, dhe ju pushimet mos t'ju kthehen në stres. Tani kryesisht unë merrem me destinacionet e largëta dhe janë ato vende që ti shkon një herë në jetë. Nuk mund t'i rikthehesh një herë të dytë, sepse është bota shumë e madhe për të parë një vend dy herë e përsëris shpesh këtë pjesë, por për më tepër është e tmerrshme kur ti kthehesh dhe thua si më ngeli kjo pa bër, apo kur ti shikon një pjesë shumë unike në atë destinacion, e shikon në rrjetet sociale mbasi e kthyer dhe thua si nuk e bëra. E pra, për të eliminuar të gjitha këto pikpyetjet
dhe këto situatat e sikletshme në vazhdim, referohuni në agjensi udhëtimi, referohuni në ekspert udhëtimesh, sepse nuk do t'ju shgënjejnë. Më besoni që edhe sfida apo situata që mund keni do t'jenë minimaliste në krahasim me ato që do t'ju dilin përballë bërjes së një itinerari vetë ju si njerëz, si udhëtar. Sado i mirë t'jesh në finale, agjencia udhëtimit mund ta nxjerrë me një çmim disi më të lirë se sa mund ta gjeje nga Booking apo nga sistemet të tjera. Andaj provojeni, jepni besim agjensive. Unë nuk marr përsipër çdo lloj agjencie, flas për pjesën e biznesit tim, por jam e prirur që t'ju besoj agjensive serioze në treg dhe besoj se ju vlen ky rekomandim. Edhe diçka tjetër. Mos u bazoni nga Turqia kur një agjenci apo një tjetër mund t'ju lëvizi me 50 euro dhe t'ikën nga një agjenci shkon te tjetra për 50 euro. Për sa i përket destinacioneve të largëta, mos u fokusoni për të parë diferencën 50 apo 100 euro një agjenci apo tjetra. Mos i tradhtoni agjencitë për shkak të çmimeve, për ndryshime minimaliste. Por qëndrojeni besnik sepse bëhet një punë kolosale kërkimore dhe për më tepër janë njerëz që do të përgjigjen gjatë gjithë kohës. Kërkoni agjenci që ka një numër telefoni aktiv dhe të përgjigjen gjatë gjithë kohës, se kryesisht destinacionet e largëta në çdo lloj rasti mund të ketë një situatë. Dhe që ti t'jesh i qetë mendërisht të duhet që po, është një njeri aty nga brapa që mund të më gjendet në çdo lloj situate. Megjithatë, në kanalin tonë të YouTube-it, jo vetëm informacion të përgjithshëm si ky i sotmi, por do të ndajmë shumë informacione dhe për destinacione specifike. Do t'i marrim të gjitha destinacionet me radhë për t'ju dhënë sa më shumë informacion. Mendoj që ka ardhur momenti për të ndarë kohën tonë në YouTube, në gjuhën tonë shqip, për udhëtimet. Po një udhëtar të jashtëzakonshëm, nuk e dija që Shqipëria kishte kaq shumë udhëtar që kërkojnë eksperjenca. Nuk kërkojnë më thjesht arratisje, t'ikim të vëmë dhe një vend tjetër në hartë, po kërkojnë eksperjenca unike dhe unë jam shumë e lumtur për këtë gjë. E gjithë kjo punë është ndërtuar nga pasioni dhe kur gjen njerëz që pëlqen kaq shumë këtë lloj rrugtimi, është një punë që nuk të lodh kurrë, nuk shikon orar dhe nuk shikon fitim, por shikon që ti fiton në fund njerëz dhe janë fitimi më i madh që mund kemi secili prej nesh. Çdo ditë zgjohen me telefonata të reja dhe flet me miq të rinj dhe kjo është një lumturi shumë e madhe për mua.